simbolikisht e mbylla derën e kuvendit, kom kërku prej gjithë deputetëve që i kom taku sot, me ndajt në ndërtesë derisa të arrijë një marrëveshje politike, çfarë do qoftë ajo, nuk kam asnjë anim politik, thjesht po du me fillu me funksionu kuvendi, këtë kanë obligim, për ndryshe me këtë formë. Kjo është sot e 27 herë, edhe na paraprakisht e dim që edhe sot s'kanë mu marrë vesh, këta potencialisht jo vetëm që për i shkelin obligime që i kanë ndaj neve qytetarëve, po potencialisht po krynë edhe vepër penale, mund të ketë elemente të korupcionit pasiv, nëse vërtetohet se ky blokim është pjesë e pazareve politike. Mos me folë që po e simulojnë që po punojnë, e në fakt nuk po punojnë, aty këto janë këtë elemente veprës penale të mashtrimit, edhe potencialisht mundet me qenë dhe kesh përdorimi pozitës zyrtare. Me të vërtet, kjo është katastrofë që ka po ndodhë.